Dashi. Në këtë ditë Marsi, energjitë kozmike të sjellin një ndjenjë dinamike dhe plot gjallëri. Në fushën e dashurisë është koha për të marrë hapa të guximshëm dhe për të shprehur ndjenjat e tua pa frikë. Në punë, një mundësi e papritur mund të shfaqet në horizont. Je i hapur dhe i gatshëm për të përballuar sfida të reja, pasi ato do të sjellin përfitime afatgjata. Financat duken më të stabilizuara, por është e rëndësishme të ruash një qëndrim të matur ndaj shpenzimeve. Ndërkohë, brenda teje ndihesh më i fortë dhe më i bashkuar me vetveten. Kjo është një ditë ideale për të ndjekur pasionet dhe për të përqafuar çdo gjë që ta mbush shpirtin. Kujdesu për shëndetin emocional dhe gjej pak kohë për reflektim. Demi, sot do ndihesh i rrethuar nga një energji e veçantë që nxit kreativitetin dhe reflektimin. Në dashuri, momentet e vogla do të kenë rëndësi të madhe, ndaj kushto vëmendje partnerit duke dëgjuar zemrën dhe fjalët e tyre. Ndoshta është koha për të ndarë një sekret të ruajtur gjallë. Në punë, zgjidhjet inovative do të ndriçojnë rrugën drejt arritjeve të reja. Qëndro i hapur ndaj ndryshimeve, edhe nëse duken të vogla. Financat mund të kërkojnë kujdes, ndaj bëj një plan të thjeshtë buxhetor dhe shmang shpenzimet impulsive. Ndjesitë do të jenë të qeta dhe harmonike. Një shëtitje në natyrë do t'ju mbush me energji pozitive. Frymë thellë dhe përqafoni të sotmen me optimizëm dhe besim. Binjakët, dita e sotme do të sjellë një frymë të freskët që do të rigjallërojë shpirtin. Rrethojeni veten me miq që ju frymëzojnë dhe ndajnë pikpamje pozitive. Në punë, vëmendja ndaj detajeve do të shpërblehet, ndaj mos e nënvlerësoni fuqinë e përpikmërisë. Në fushën e dashurisë, dëgjoni me zemër të hapur, sepse një bisedë e thellë mund të forcojë lidhjet emocionale. Financat kërkojnë kujdes të veçantë, shikoni për mundësi të reja, por shmangni shpenzimet impulsive. Një shëtitje e shkurtër në natyrë mund të qetësojë mendjen dhe të sjellë qartësi. Ndërsa dita përparon, lëreni kreativitetin të rrjedhë lirshëm. Lejojini vetes të hëndërroni për të ardhmen, pa humbur kontaktin me të tashmen. Bëhuni mirënjohës për të gjitha bekimet që ju rrethojnë. Daforia. Nisja e muajit të ri sjell energji të freskët dhe mundësi interesante. Sot mund të ndjeni më të ndjeshëm ndaj emocioneve të tjerëve, por mos harroni të vendosni disa kufi kur është e nevojshme. Në çështje të zemrës, do të ishte mirë të dëgjoni intuitën tuaj. Ajo do t'ju udhëzojë drejt vendimeve të duhura. Është koha ideale për të biseduar hapur me partnerin ose një mik të ngushtë. Në punë, përqendrohuni te detajet dhe mos nxitoni për të marrë vendime të rëndësishme. Financat mund të kërkojnë pak kujdes shtesë, shpenzoni me kursinë dhe shmangni investimet e rrezikshme. Një shëtitje e qetë ose një moment meditim do t'ju ndihmojë të rigjeni balancën e brendshme dhe qetësinë. Besoni në rrjedhën e natyrës dhe gjithçka do të vijë në vendin e vet. Luani. Në këtë ditë të parë të Marsit, energjia e brendshme do të jetë e fortë dhe e gjallëruar. Do të gjendesh i motivuar për të përballuar sfidat në vendin e punës dhe do të ndjesh se çdo përpjekje e bërë është një hap drejt suksesit. Larg ndasive të vogla, zemra juaj do të kërkojë harmoni dhe afërsi në marrëdhëniet personale. Përpiqu të gjesh kohë për biseda të thella me partnerin, duke i dhënë rëndësi emocionale lidhjes suaj. Financat janë në një periudhë të qëndrueshme, por është e rëndësishme të mos bësh shpenzime të pamenduara. Ndërsa trupi yt kërkon qetësi, merr kohë për veten, duke u relaksuar me aktivitete që të ngrojnë shpirtin. Sot dëgjoj intuitën tënde, ajo është miku më i mirë. Virgjëresha. Sot universi sjell një energji të qetë dhe reflektuese, duke të ftuar të marrësh kohë për veten. Në punë, vendimet që ke shtyr gjejnë zgjidhje të thjeshta. Përqendrohu në detajet dhe mos i nënvlerëso, pasi ato do të bëjnë diferencën. Në dashuri, komunikimi do të jetë çelësi. Bisedat e hapura dhe të sinqerta do të forcojnë lidhjet me partnerin, ndërsa ata që janë vetëm mund të zbulojnë një misi që kthehet në diçka më shumë. Financat kërkojnë kujdes, por nuk ka vend për shqetësime të mëdha. Ndiqi intuitën dhe shmang shpenzimet impulsive. Zemra jote ndihet e qetë dhe kjo është koha e duhur për të bërë plane për të ardhmen. Merr frymë thellë dhe shijo momentet e vogla të lumturisë. Teshorja. Dita e sotme sjell një harmoni të ëmbël që ndriçon çdo aspekt të jetës. Në dashuri, zemra juaj rreh me një ritëm të qetë dhe kjo është dita ideale për të ndarë ndjenjat me dikë të veçantë. Në punë mund të hasni sfida të vogla, por qetësia juaj do t'ju ndihmojë të gjeni zgjidhje kreative. Financat janë në një fazë qëndrueshmërie. Është koha për të bërë plane afatgjata dhe për të investuar me mençuri. Ndjenja e brendshme e balancës do t'ju udhëheqë në vendime të rëndësishme. Sot ndjeni fuqinë e qetësisë dhe të natyrës tuaj harmonike, të cilat do t'ju mbushin me energji pozitive. Merrni kohë për veten dhe për të reflektuar mbi ëndrat tuaja, duke ecur me besim drejt së ardhmes. Akrepi.
Sot, ndjenjat tuaja janë në kulm dhe ndjeshmëria është e theksuar. Një takim i papritur mund të ndesë flakën e pasionit, duke ju ftuar të tregoni anën tuaj më të bull. Në punë do të keni mundësi të veçantë për të shkëlqyer, por kërkon përqendrim dhe përkushtim. Keni kujdes nga shpërqendrimet dhe ruani fokusin në qëllimet tuaja. Financat tuaja do të kërkojnë kujdes të veçantë. Menaxhoni mirë shpenzimet për të shmangur surpriza të padëshiruara. Nga ana emocionale, mbani mend të kujdeseni për veten dhe të gjeni momente për të relaksuar. Një shëtitje në natyrë mund të jetë balsam për shpirtin tuaj dhe të ofrojë qetësi. Përfitoni nga çdo mundësi për të parë ngjyrat e bukura që ofron jeta. Shigjetari. Sot do të ndjeni një shpërthim të energjisë që ju shtyn drejt realizimit të ëndrave të mëdha. Në dashuri, ndjesit janë të thella dhe të qëndrueshme, kështu që kushtojini vëmendje partnerit tuaj dhe shijoni momentet e qeta së bashku. Në punë, mundësitë do të shfaqen papritur, por mos u ngudni, merrni kohën tuaj për të marrë vendime të zgjuara. Financat tuaja janë në rritje, por kujdesuni për shpenzimet impulsive që mund të dëmtojnë buxhetin tuaj. Sot, meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të sjellë qetësi dhe reflektim të thellë. Dëgjoni intuitën tuaj, ajo ka fjalë të mençura për t'ju thënë. Ky është një moment i shkëlqyer për të bërë plane për të ardhmen dhe për të ndjekur me pasion atë që zemra juaj dëshiron. Britsjapi. Sot, dita do të jetë e mbushur me mundësi për të reflektuar mbi qëllimet personale dhe profesionale. Është koha për të ndaluar dhe për të vlerësuar progresin tuaj deri më tani. Në dashuri, komunikimi do të jetë kyçi. Ndani ndjenjat tuaja me partnerin dhe do të gjeni një mirëkuptim të ri. Për ata që janë single, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndi. Financat kërkojnë vëmendje të kujdesshme. Merrni kohë për të planifikuar buxhetin tuaj dhe shmangni shpenzimet e parësyeshme. Në punë mund të ndjeni të motivuar për të nisur projekte të reja. Mos hezitoni të ndjekni intuitën tuaj, pasi sot ajo është veçanërisht e fortë. Relaksohuni me një libër të mirë ose meditoni për të rifituar energji. Ujori. Sot, energjia e ditës është e qetë dhe tërheqëse, duke ofruar mundësi për reflektim të thellë. Një moment i mrekullueshëm për të rishikuar prioritetet personale dhe për të ripozicionuar qëllimet. Në punë, përqendrohu në projekte që kërkojnë kreativitet dhe zgjidhje inovative. Zhvillimet financiare mund të jenë të ngadalta, por të qëndrueshme, shmang shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, një bisedë e ngrohtë mund të sjellë afërsi dhe mirëkuptim të ri me partnerin. Ata që janë vetëm mund të ndjejnë një tërheqje të papritur ndaj dikujt që ndan të njëjtat vlera. Kujdesu për shëndetin mendor duke kaluar kohë në natyrë ose me aktivitete që ushqejnë shpirtin. Beso në rrugën tënde dhe lër që paqja e brendshme të drejtsojë çdo hap. Peshqit. Dita sot do të jetë si një melodë e butë që ju fton të ndaloni dhe të reflektoni mbi ndjenjat tuaja më të thella. Në dashuri, lëreni intuicionin t'ju udhëzojë drejt një vendimi që ka kohë që keni menduar. Shprehni me zemër atë që ndjeni, pa frikë nga gjykimet. Në punë, do të ndjeni një energji të re që do t'ju ndihmojë të përballoni sfidat me kreativitet dhe guxim. Një mundësi interesante financiare mund të shfaqet papritur. Mendoni me kujdes para se të veproni. Qetësia mendore që kërkoni mund të gjendet me një aktivitet krijues, si piktura apo muzika. Mbrëmjen kalojeni me njerëzit që ju bëjnë të ndiheni të sigurt dhe të dashur. Kujdesuni për veten me butësi.